Po duket që Bedri Hamza e ka marrë këtë farë stafetën e Partisë Demokratike me shumë seriozitet, si duket i ka shu brenda partisë ato kontraditat, përqarjet, është një farë zotë shpije i cili po i bashkon gjithë. Ajo që mu m'lason të përshtypje shumë pozitive, për çka dhe bona një shkrim të shkurtër, është vendimi i Memli Krasniqit për të mos kandidu për deputet i Kuvendit të Republikës të Kosovës. Më duket se në këtë studio para një kohë kam thënë që 80% kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, që se ja dojnë të mirën mas pari Kosovës e pastaj partisë, duhet të ndjekin tani shembullin e Memli Krasniqit dhe nuk duhet të garojnë për deputet, sepse ata e din vetë në çfarë formë është në bëu deputet, ata e din vetë se në çfarë forme e me çfarë brylësh javë kanë zonë venin e renin djemve dhe vajzave më të mirë të Republikës të Kosovës, të cilët dikur me shpirt e me zemër i kanë besu kauzës Partisë Demokratike të Kosovës. Por ky farë grupi i një ndërmarrje të përbashkët kriminale brenda listës për deputet, një deri në